Të ardhmen e kësaj lëvizje e të re brenda Partisë Demokratike shoh fituese. Kështu është shprehur në prononcimin për mediat ish deputeti Ervin Saliani. Sot Partia Demokratike ka më shumë gjallëri, konkurrencë, kemi arritur që fal tronditjes së Partisë Demokratike pas takimeve entuziaste të ketë më shumë protesta dhe i gjithë lidershipi i opozitës sot është në terren, ka thënë Saliani. Partia Demokratike sot nuk është siç ishte dje, pra nuk është siç ishte kur ne nisëm televizje. Sot Partia Demokratike është më gjallëruar, ka më shumë konkurrencë. Kemi arritur që po e quajnë në mënyrë figurative tronditjes së Partisë Demokratike për shkak të takimeve masive dhe me entuziazëm të madh të demokratëve, të tregojmë që Partia Demokratike është e gjallë dhe për shkak të kësaj po zhvillohen, siç e shikoni, protesta të mëdha, për shkak të lëvizjes demokratëve. I gjithë lidershipi i Partisë Demokratike nuk është më në radhë, po ka dalë në terren për të takuar njerëz. Në Fier duhen afruar të gjithë demokratët e zhgënjur, të pakënaqur ka apeluar Saliani, çka ka bërë që Partia Demokratike në Fier sot të jetë pothuajse ineksistente dhe e ndarë në shumë fraksione. Problemi është që duhen mbledhur të gjithë demokratët e tjerë, të cilët janë të pakënaqur për arsye të, po themi, në qarkun e Fierit ka ndodhur që nuk janë respektuar rezultati i primarëve, ka ndodhur që nuk është respektuar plotësisht ndarja në zonat caktuara e kandidatëve për deputet dhe 100 arsye tjera. Ajo që e ritheksoj është që ne duhet të bashkojmë çdo kontribut dhe pa diskutim pasaj mund të bëjmë pjesën tjetër që të hapemi drejt njerëzve të tjerë të shoqërisë dhe drejt partive të tjera për të bërë koalicione të mëdha. Kjo lëvizje politike i shërben vetëm Partisë Demokratike, ndërsa status quo-ja vetëm Edi Ramës, ka thënë ndër të tjera Saliani, teksa ka hedhur poshtë zëra se kjo lëvizje është në shërbim të mazhorancës. Kjo lëvizje i shërben vetëm Partisë Demokratike. E thash dhe po e ritheksoj që status quo-ja i shërben vetëm Edi Ramës. Partia Demokratike sot fatkeqësisht është ashtu siç e do Edi Rama, e atrofizuar, e pari për të rirë, e ngecur në të njëjtën retorik, në depresion, po e them kështu, për shkak se gjithë retorika është që me Edi Ramën nuk ka zgjedhje, nuk fitohet e tjere, po ndërkohë nuk jepet asnjë zgjidhje dhe vazhdohet me paqartësi strategjike, siç po ndodh së fundmi dhe me rastin e pjesëmarrjes apo jo në Komisionin e Reformës Territoriale, që Partia Demokratike nuk ka nevojë fare të merret se çfarë bën Edi Rama, ka domosdoshmëri të bëjë propozimet e veta për reformën, qoftë për anën substanciale të saj, për kompetencat që duhet të ketë, por qoftë edhe për ndarjen, po themi, administrative, ndarjen e kufive, për të bërë të mundur një reformë që i shërben qytetarëve dhe jo që t'i shërbej politikisht apo elektoralisht Partisë Socialiste. Ndërkohë Saliani është shprehur i vendosur për të shkuar deri në fund qëllimit të kësaj force politike, pavarësisht kundërshtive brenda kupolës së Partisë Demokratike. Më herët në takim me simpatizantët demokrat në sallën e të mbushur, Saliani ka theksuar se drejtuesit nuk i kanë bërë mirë llogarit, duke treguar pralla prej 13 vitesh.